klubi jonë ka pas një rast, kur ne kemi gjetë rastësisht dy persona, kjo është diçka, se nuk komë për momente nuk po më kujtohet diçka që na ka ndodhur neve si klub. Se ne alarmohemi shumë në kësi raste. Alarmohemi tepër, një gvid është gvid momentin që i ka rrjetin e njerëzve në për teren. Shembull, pe klubit tonë ne kemi familje mike në Valbon, kemi në Theth, kemi në Kelmend, kemi në Malzimiq, ja dim edhe emrat e fëmijëve tyne. Kjo është gvida. Nuk mundesh vetëm me shku në një territor dhe më vanë forcën tënde fizike, sepse nuk mjafton absolutisht jo. Asnjëja terren nuk mjafton, nëse ti nuk e ke njerëz afër kur të duhen me thirr me të asistu. Kjo ka ndodhur, po supozoj edhe me Leonardin, e ka thirr dikush, e ka informu dikush, sepse ka qenë më afër. Është gvid lokale, një terrenin, çka nëse kishin thirr një grup shpëtimi të Prizrenit, ai kishin bërë 3 orë, 4 orë me mri atje. Neve na ka ndodhur, siç kesh u tregu, kemi taku turistë të cilët e kanë humbur rrugën me mjegull, edhe ju kanë bashkangjit klubit. Edhe kanë ndru destinacione se ka qenë vonë me mri ku e nis, të Trekufiri, edhe kanë ardhur me neve në territor të Kosovës, jo vendosur me një bujtin, kanë arrit me hinë lidhje telefonike me lajmëru familjet e veta që janë mirë, kompaninë e cila ja ka bërë rezervimet, edhe kanë qenë shumë falendërues. Njeriu kur e kupton që ka humbur natyrë, është një prej streseve më të mëdha që mundesh me përjetu. Çka më bu? Vetëm ata që e kanë përjetu e kuptojnë sa serioz është me humbur në bjeshk. Targjohet shpejt ushqimi, targjohet uji, fillon mos muni mirë, nuk ki orientim, ki frikë pe natës, sa njerëz i njëti që kanë flajt natën jashtë. Besoj asnjë. Ndoshta 2-3. Jo, ka shku për qef, ndoshta me një tent verës, po që me do puna, me pas problem, është këtë situatë tjetër. Sa njerëz janë të përgatitur mi kalu një natën mal, pa ushqim, pa ujë. Do të është një stres që s'ka me harru për jetë. Për mos marrë deri aty, do të mu organizu, pa ambicet mëdha, dimri nuk do në ambicet mëdha, të jep një shkollë të mirë, të hikingut, të jep kondicion, edhe të mëson çfarë pajisje duhet me pasë në çantë. Çfarë lloj pajisje janë esenciale. Jo vetëm pse të pëlqen ty me marrë diçka me mbush çantën, më do çanta e mbushur, mi pa nuk duhet. Duhet me qenë ato të nevojshme. Esenciale duhet me qenë. Nuk po du me bo dramatike, hikingu në dimër është një pej eksperiencave më të mira të mundshme. Ska më të bukur. Është shumë i mirë, pastaj në kthim e kijat të ngrohtësinë e komoditetit të kupton sa mirë jetojmë ne, sot sigurt jemi në ambientet tona. E vetëm dimri ta jap këtë lloj ndjenje. Është mirë, më siguru, është mirë me pas kujdes, pastaj me fillu me përjetim edhe me fillu me bo